kryetarët e ardhje nga Komiteti Sërb, cilët janë antarë të listës apo mund të themi subjektit politike konsideruar nga qeveria e Kosovës si organizatë terroriste, kanë paralajmëruar që do të shfuqizojnë gjithë vendimet e kryetarëve të mëparshëm dhe kanë paralajmëruar që do të largojnë të gjithë simbolet shtetërore nga ajo zonë. Çka do të thotë se do ta kthejnë Veriun në një situatë shumë më keq se sa që ka qenë deri më tani. Do të thotë nëse ka pasur ndonjë sinjal apo ndonjë veprim konkret që lidhet me integrimin, do të thotë ajo është minu, është shkatërruar dhe do të kthehemi në një momentum jashtëzakonisht të vështirë, sepse unë jam i vetëdijshëm që institucionet tona të sigurisë kanë mundësi që të veprojnë për të mos lejuar, domethënë, që përdhosen simbolet shtetërore ose çështje që lidhen me angazhimet shtetërore në atë pjesë, apo edhe vendimet që kanë bëjnë me pezullimin e këtyre vendimeve të mëshme të kryetarëve, dhe kjo lloj përplasje më kisha mujt me quajt derisa institucionet tona kanë për qëllim me zbatu ligjin dhe kanë për qëllim me vepru kuadër detyrave dhe përgjegjësive që kanë. Kemi një pol tjetër, një krah tjetër i cili i shfrytëzon dhe do t'i dëshin, do t'ju konsiderojnë të nevojshme eventualisht të reagimet të institucioneve tona sa i përket çështës së zbatimit të ligjit. Është edhe një problem tjetër që duhet theksuar, se ju e dini që subjekti politik që udhëheq aktualisht me qeverinë detyrë ka pasur, mund të themi, një angazhim veçantë sa i përket çështës së Veriut, ku edhe besohet, mendohet që pikërisht votat që vinë në këtë lloj angazhimi të saj kanë qenë edhe ata të cilat e kanë mundsuar pushtetin e saj. Dhe tani, kur elektorati i vetëvendosës e sheh që e vërteta krejt ndryshe është, madje është më keq se sa ka qenë në Veri, praktikisht do të mundohet edhe pushteti që të mbaj këtë lloj elektoratit të cilin e ka fituar nga ky aktivitet. Dhe kjo përpjekje e qeverisë nikosisht në detyrë për të treguar që e ka çliruar siç e ka quajtur Veriun, dhe nikosisht përpjekja e kryetarëve të ri për të konsideruar se e kanë rikthy Veriun, ka mundësi që të shkaktojë përplasje, tensione dhe probleme.